ju tregoj si. Për shembull, ne kemi pas fshatin tim, Rruguqic ka pasur në Rom. Edhe kemi pas një farien që i jep shmia normal, dirke për çdo shtëpi, ja çe ke ftesën, i thekë që për shembull, baba jam, Sabiti ka darsmën e Dilaverit, edhe ata jepshin diçka, pasula, gruna, milla, pa ja siguroj ke për mot i siguroj senet, merre me një darsmën teme. Por harxhimet në shtëpi kanë qenë më të mëdha. Pse kanë qenë më të mëdha? Musafir ka qenë njëjtë. Po jo shtmojt katun në për konache. Unë kur ju martu, i kom pas 240 musafir vitin 80 me 6 prill. Vitin 80. Nusën Prishtinës, unë i katunit atje. Edhe i kom pas 200, i kom pas për shembull Ismet Bugujevcin, Elizabeth Tyqin, legjendat e këngës, ansamblin Shota, Radio Prishtina që ka pas orkestrën në vetë me babën e tij, kom pas me Çift Elia, edhe Lodraxhit që po i shifni. E tash këto krejt, që tërshka unë që isha një artist i vogël, edhe 23 vjeçar kam qenë, edhe më kanë respektu, pa e kam bën një darsëm që baba jam, i ndjes poshtë, e prejti viqin 800 kg-ish. Tash 800 kg-ish, a i hanë dhe farë hoteli, sot musafir, jo. Tjetra, i shtrum ato mezat që kisha dhomen e hoxhëllarëve, dhomen e trive ku këndohet, i dajshmi dhomat, mirë po kur je filloi kanga, atëherë afrun krejt të kjo dhoma dhe më deshtë dhe dritarët mi hapë. Ka pas një karakter kejt tjetër, ka qenë shumë tradicionale, me krahasu tash këto me ato, as me pare, dhe as me së dhe harxhimet për nusën kanë qenë të moja. Ka qenë dashtë për nu gjithë verën, për me bon një darsën, me lidh krejt, me këshyrë sa kemi fitu verës, me marim i shtit grunin mrena, pasullin mrena, kalamuqin mrena, krejt mi shtit mrena, pastaj me pa, a jem për darsën ma jo, plus me këshyrë kujshë edhe kujshia kanë dimu shumë. Për shembull sezonin se zakonisht i kanë punë vjesh darsmat. Qofse ka marrë ftoft, natën e Kulaçit, qofse është martu Dilaver këto i zyrë shokët e mi, kanë organizu që nesa me dalë malë edhe kejt kanë i dru në shpinë. Edhe mëse pas gajle më përzjenë. Ka qenë organizimi kejt tjetër, ka qenë një tradit e mrekullueshme që as pak po flas me përgjithësi. Po flas me përgjithësi se tek e fundit edhe jam profesor i folklorit shqiptar dhe ati koreografik. Edhe as pak tash kjo me tjetër. Mirë po, kur i shek ta trit sot që knaqen, pse më dhon vrejti. Ata nin veten mirë. Qofse nin veten mirë, është darsme shkelqyshme për mu, unë kam marrë pjesë disa darsme, kam pas që këndohet, çka bëhet, ose çfarë këndimi bëhet. Sigurisht është ndrim gjenerata, është normal. Qa është ndrim gjeneratash, por nuk dojmë ta krahasojmë me tradicionalet. Me thonë që po valla është tradicion, jo. Unë këto e thamë përgjithësi. Ai druni që ta ka pru shokët, tash është avëncu me një zarf, që po ta binë... Edhe atëherë kanë, ndëgjom, atëherë në përdarsme kër i ka thirë, musafirin ka shruja ka që një boks cigare. Ka një boks cigare. Edhe që ke boksin cigare, so i nëzirë këtë 2 Marlboro, po do në hela cigare, se unë këtek po i thëmë se darsmet atje ka ana ja me Karadak, zakonisht më kanë thirë për shkak që isha valtar, isha i ri, edhe kishin qef me pa aty, por me i me valzu për para ka qenë punë e madhe në dhomë. Që 3 vetë valzëshin. I këshyrshin 50 vetë, po 3 valzëshin. E që përgjitha aja 3 vetë? Ato 3 vetë, po ata e di që kush e valtari mirë, tash, kur isha unë aty, pak më ndryshë unë, ka pas disa valtarë tja ka zurisht mirë, po në isha se nër 20 vjetë, nashta 20 vjetë, nër 18 vjetë me hinë dhomë me këcy valë, o kom problem. A unë në 11 vjeqar kam pësy, 11 vjetë, 12 vjetë i kom pas. Ka qenë problem. I në konë disa regula, ka pas disciplina, shërptor, jo, po na i thëshme hyzme qartë, gjuhën turke, hyzme qartë, kamarierat, për shambull, kanë qenë caktum ditën e ejte. Ditën e ejte u caktoshin kush ka me shërby 2 vetë në dhomë, kush ka me prit musafir. Krejt u caktoshin dhe çdo sen deri në tanën me gjez e ke pas në regull. Tanën me gjez, unë ishin lodrat, u bëshin grata katunit gati, ka ditë që i zitë mes orës 12. Kështu krasim nuk më një bo. Harxhimet ju garantoj që kanë qenë matë maja atëherë se tash. Ju garantoj. E krasia? E për krasi? Po që s'ka pas nërsi që vishin musafir të gjitha. Për para kanë arë musafir të, për shembull familjet. Kanë thirë, kanë ardhë musafir shumë edhe janë bo bashkë, kanë ejtë që aty, kanë thjetë, për para s'kanë ikë me shku të shpia. Ka ardhë shtunën, kanë ejtë deri në tonën në gjezë. Me ta bo një pytje, prafërsisht, sa ka kështu një këngëtar atëherë me marrë ndarë? Jo, atëherë